atë çfarë ne kemi mundur të bëjmë. Edhe rrethanat, edhe procedurat ligjore, edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, çdo gjë që na ka leju deri më tani ne kemi bërë. Pra kemi tentuar që edhe të komunikojmë, edhe të ofrojmë bashkëpunim me partitë, edhe të bëjmë koalicione, siç është letra e kryeministrit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe të propozojmë mënyrë tjetër të votimit e cila lejohet me akt vetimin e gjykatës kushtetuese. Të tjerë po thonë që në gjysmë procesit nuk lejohet. Nuk ka filluar akoma procesi. Procesi fillon në momentin kur ke komision dhe fillon me votimin. Mirë po, tek shpjegimi sa i përket mënyrës votimit, tek ne lejohen të dy format. Thuhet që deputetët mund vendosin me votim të hapur apo me votim të fshehtë. Dhe nuk e përcakton kur mundet me u përdor apo kur nuk mundet me u përdor këto dy lloje të votimit. Ajo rrjedhimisht do të thotë që deputetët vendosin për mënyrën e votimit. Dhe ne kemi propozuar një gjë të tillë. Tani gjitha këto hapa të cilat ne kemi bë, nuk kemi gjetën bashkëpunim me opozitën kuvendit në Kosovës. Nuk kemi gjetë mirë kuptim të ata që të mos e bllokojnë kuvendin, sepse ne si lëvizje vetëvendosje, a i kemi apo si kemi numrat, të sojmë në momentin kur na jepet të drejta ta formojmë qeverinë. Përderisa neve s'na jepet ajo e drejtë, ne mbesim kështu pezull, edhe na edhe opozita, edhe kuvendi mbetet si një organ që është tetë i rëndësishëm, i cili duhet me mbikëqyr plot proceset, e tani kemi qërqin e zërëjës, pra na nuk mundemi me mbledh komisionin, me trajtu një qërqin që është shumë e rëndësishme, për shkak se s'kemi kuvend. Vetëm se ju jeni forca e parë politike e dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit, dhe argumenti edhe i këtyre partive të tjera që ju po i quani opozitë, edhe pse nuk janë krijuar institucionet të reja që të kemi pozitë dhe opozitë mund të jenë ata, nëse ju e digjni, po themi, të drejtën tuaj për ta krijuar qeverinë, është që ju po i blokoni institucionet, për më tepër jeni arbitrar në kërkesën tuaj që të votohet kandidatja juaj kështu blanko. Problemi është këtu sepse krejt presioni po bie mbi lëvizjen vetëvendosje kënë se ne po e bllokojmë. Sikur lëvizja vetëvendosje të ishte si themi partia cila po e bllokon konstituimin e kuvendit, ne nuk do të propozonim kandidat. Ne kemi propozu kandidat. Tani ne nuk dëshirojmë të krijojmë precedent i cili mund të përdoret në të ardhmen, ku opozita ose disa kandidat në parlament kërkojnë me u ndru kandidati. Ne kemi ndryshim edhe të fjalëve edhe të prej partive të opozitës. Njëherë thonin ndrojeni Albulenën, këtë do tjetër që vendosin ne i votojmë. Herën e fundit e dëgjojmë kryetarin e Partisë Demokratike, i cili tha që askënd që ka qenë pjesë e qeverisë kur të dy, ne nuk do ta votojmë. Tani na nëse him këto lloj lojrash, edhe ndryshojmë emrin e kandidatit, edhe presim që këta të reflektojnë, e çka nëse nuk reflektojnë ku po përfundojnë. Çka nëse pse s'po i testoni? Po nuk është mirë me testu hapa ku ti krijon precedente të cilat nuk janë të mira për të ardhmen. Nëse ne kemi të drejtën me përzgjedh një kandidat, e njësoj kanë edhe partitë të tjera të përzgjedhin kandidatët të tyre, partive që i takojnë kandidatët për nënkryetar të kuvendit, nuk do duhet që ne të përzgjedhim njëri tjetrit e t'ja vendosim personat cilët janë. Sepse çfarë do thotë nëse na tani themi s'po na pëlqen ky kandidati i PD-s. Hajde ta ndryshojmë. Ju do ta bëni të besoj, sepse ne nuk do ta bëjmë. Mirë, po që kjo është logjika asaj lojës së pafund, ku ne po e shohim shumë qartë që opozita nuk po dën me pru deri te momenti kur lëvizja vetëvendosje provon ai ka numrat për me votu qeverinë. Këtu është krejt qëllimi. Pra ata po mundohen me bloku përmes mosvotimit kandidatit, përmes përmendjes Albulenës si emër i veçantë, por qëllimi i tyre është që të bllokojnë kryeministrin Albin Kurti që të rizgjidhet përsëri kryeministri i Republikës. Pra është problemi Albin Kurti, jo Albulena Xhiu. Pikërisht.